Është zhvilluar në Universitetin Fanstilianoli në Korçë panairi trashëgimia kulturore e pakicave etnike dhe lingvistike në qarkun e Korçës. Ka qenë një punë e gjatë e një ekipi jo vetëm për të dokumentuar dhe promovuar pasurinë kulturore që pakicat e qarkut të Korçës kanë ruajtur ndër breza, por janë prezantuar edhe studime mbi pakicat maqedonase, arumune, rome dhe egjiptiane, të cilat bashkëjetojnë dhe janë integruar mjaft mirë me pjesën tjetër të shoqërisë. Ky panair etnografik që zhvillohet në ambientet e Universitetit Fanoli, është jo vetëm një ekspozim i pasurisë së trashëgimisë kulturore të komuniteteve në Pakicë, por edhe një dëshmi e rolit që Universiteti ynë luan si urrë lidhëse midis dijes akademike dhe realitetit kulturor e social që na rrethon. Përmes këtij projekti, ne kemi kontribuar në një proces të rëndësishëm të integrimit dhe bashkëjetesës harmonike, duke vendosur në qendër respektin për ndryshimin, si një vlerë themelore e shoqërisë demokratike dhe një standard që përkon me aspiratat evropiane të vendit tonë. Projekti është mbështetur nga Këshilli i Qarkut të Korçës. Kryetari Erion Nexhipi theksoi se kjo trashëgimi është pjesë e pasurisë së përbashkët, e cila duhet ruajtur, çmuar dhe integruar në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë sonë. Ne si Këshill Qarku jemi të hapur për të mbështetur çdo iniciativë që forcon këtë diversitet kulturor. Kjo është një vlerë që na bashkon dhe që jep më shumë identitet dhe atraktivitet qarkut ton, pra rajonit ton. Ne kemi fatin të kemi një bashki të minoritetit Maqedonas, që është pjesë e të gjitha aktiviteteve që ne kemi si Këshill Qarku, që është ajo që është jam bitort në aktivitetet kulturore, për shembull. Diversiteti ton dhe brenda kulturës ton të përbashkët, dallimet dhe bashkimet që kemi në drejtim të traditave që kemi trashëguar, si thua, kompletohen me këtë element dhe të kulturës maqedone. Në panair u prezantuan objekte të ndryshme nga trashëgimia kulturore e pakicave etnike që jetojnë në qarkun e Korçës, duke nxjerrë në pah vlerat dhe traditat më të mira të tyre.